A e dini pse shqiptarët i quajnë serbët shkije? Shumë mendojnë se kjo fjalë lindi gjatë luftës së fundit në Kosovë, por e vërteta është krejt ndryshe. Fjala shkije është shumë e vjetër se shteti serb dhe shumë e lashtë se konfliktet moderne. Origjina e saj lidhet me shekujt 6 dhe 7, kur fiset slave filluan të zbresin në Ballkan. Historianët bizantin i quanin këto fise sklaveni, ndërsa me kalimin e shekujve ky emërtim u përshtat në gjuhën shqipe dhe mori formën shka ose shkije. Në fillim kjo fjalë nuk përdorej vetëm për serbët, por për popujt slavë në përgjithësi. Me kalimin e kohës, sidomos në Kosovë dhe në veriun e Shqipërisë, shqiptarët patën kontaktet më të shumta me serbët. Për këtë arsye, fjala shkije nisi të lidhej kryesisht me ta. Pra kuptimi i saj u ngushtua nga slav në serb. Dëshmia më e vjetër e shkruar në gjuhën shqipe gjendet në vitin 1685 në veprën Qeta e profetëve të Pjetër Bogdanit. Megjithatë, studiuesit besojnë se fjala përdorej në të folur shumë shekuj më parë, por nuk ishte dokumentuar pasi shqipja shkruhej rrallë në atë kohë. Edhe këngët e kreshnikëve e përmendin shpesh fjalën shkije. Në epikën shqiptare, Muj dhe Halili përballen me shkijet, duke treguar se ky emërtim ishte pjesë e traditës sonë gojore shumë kohë përpara konflikteve moderne. Me zhvillimet historike në veçanti gjatë shekullit të 20 dhe pas luftës së Kosovës, fjala mori një ngarkesë emocionale. Për disa shqiptar, ajo mbeti një emërtim tradicional, ndërsa për shumë serb perceptohet si fjalë fyese. Kjo tregon se kuptimi i një fjale mund të ndryshojë me kohën dhe me ngjarjet historike. Pra, shkije nuk është një fjalë e krijuar në ditët tona. Ajo është term që ka mbjetuar për më shumë se 1000 vjet dhe pasqyron historinë e marrëdhënieve mes shqiptarëve dhe popujve slav në Ballkan. Edhe një fjalë e vetme mund të ruaj kujtesën e shumë shekujve histori.